miqtora 24.tv dhe almakos.com, po takohemi sot për të biseduar për inteligjencën artificiale. Kam të ftuar sot Suad Seferën, ekspert të IT-s, gjithashtu edhe president të shoqatës së parë në Maqedoninë e Veriut për inteligjencën artificiale. Mirëserdhë, Suad. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Dua të flasim pak për inteligjencën artificiale, çka është ajo realisht dhe sa e ka pushtuar ajo botën, si dhe gjithashtu edhe evolucionin e saj ndër vite. Fillimisht ju përshëndes ju edhe shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Inteligjenca artificiale tashmë është në përditshmërinë tonë, filluar nga shërbimet online, asistentët digital deri te automatizimi në industri, mjekësi dhe arsim. Pra në vitet e fundit kemi parë një rritje të jashtëzakonshme në kapacitetin e modeleve gjuhësore si është tash më trendi ChatGPT-ja, të cilët kanë transformuar mënyrën se si komunikojmë, mësojmë dhe punojmë. Filluar nga, për shembull, nëse shiqojmë ndonjë film në Netflix, automatikisht na vijnë sugjerimet se duhet ta shikojmë edhe këtë film tjetër, ose nëse shiqojmë diçka në Facebook, automatikisht sugjerimet na vijnë. Pra inteligjenca artificiale ka qenë tek ne, mirë po tash transformimi i teknologjisë ka arrit një nivel pak më të lartë dhe është eksponuar më shumë. Po, është vërtet që viteve të fundit kemi hasim më tepër inteligjencën artificiale në jetët tona. A ka arritur ajo maksimumin e saj? Çka ende mund të presim në nivel të inteligjencës artificiale? Po tash, do të thotë inteligjenca artificiale është ende në një fazë zhvillimi, sepse ajo ndahet në 3 etapa, do të thonë për momentin jemi në etapën Narrow AI, i thënë. Pas Narrow AI vjen etapa tjetër, e cila duhet të jetë në nivelin e njeriut, inteligjencës së njeriut, dhe pas asaj etape, kjo etapa e dytë quhet General AI. Etapa e tretë është Super AI, e cila i tejkalon, domethënë, inteligjencën e njeriut. Ne ende presim përparime, mirë po për të avancuar pak më shumë në inteligjencën emocionale, prapse njeriu është faktori i cili duhet të jetë, si thënë, on-off button për këto çështje. Inteligjenca artificiale duhet të jetë një shoqërues i jon, i cili duhet të na ndihmon në përditshmërinë në procese, domethënë, kreative, edukative dhe shoqërore, për të nxitë njerëzit të jenë më inteligjent në vendet të punës apo në përditshmërinë në të cilën funksionojnë. Ndoshta duhet jetë më shumë faktor ndihmues se sa faktor kryesor në jetët tona. Cilat janë disa prej teknologjive më të avancuara që aktualisht përdoren për të zhvilluar inteligjencën artificiale dhe mënyrën se si na ndihmon ajo për të jetuar jetët tona në përditshmëri? Tash modelet si GPT-4, ajo domethënë është një robotik autonome dhe AI, generative AI i thonë, avancimi i teknologjisë për momentin është i fokusuar në kodim të teknologjive të reja dhe në shëndetësi. Në shëndetësi është fokusi më i madh për momentin, të cilët shfrytëzohet inteligjenca artificiale dhe aparatura dhe mjetet të reja të cilët prodhohen për momentin kanë të integruar inteligjencë artificiale, pra nëse bën ndonjë incizim intern të ndonjë individi, automatikisht inteligjenca artificiale domethënë detekton llojin e sëmundjes dhe në bazë asaj mjeku jep terapinë apo mjekimin e mëdhëtjeshëm. E folja edhe më herët se si inteligjenca artificiale duhet jetë faktor shoqërues që i ndihmon njerëzve sidomos në industrinë e punës. Dua të flasim pak për ndikimin e saj pikërisht në këtë industri. Frika më e madhe e njerëzve është padyshim ajo se si do të arrijë inteligjenca artificiale të zëvendësoj profesionet që kryesohen nga njerëzit. A është kjo e mundshme, a do të arrijë të zëvendësoj profesionet tona të përditshme? Domethënë, ai do të zëvendësoj disa role, por do të krijoj shumë role tjera. Domethënë,
rëndësi ka rikvalifikimi dhe zhvillimi i aftësive digjitale për të mbajtur njerëzit në qendër të transformimeve. Pra, pse e them këtë, se siç e përmendëm në medicinë, e zëm një shembull nëse kemi një radiolog i cili ka diuri me inteligjencë artificiale dhe një radiolog që s'ka diuri, domethënë ai që ka diuri do të punësohet shkaku i transformimit të jetës, sepse inteligjenca artificiale për momentin gjendet tek ne dhe ne e kemi të patjetërsueshëm të adaptohemi me të. Sa ndikon inteligjenca artificiale në pasivitetin e individëve, në humbjen e pavarësisë apo humbjen edhe të kreativitetit? Pra, ai mund të çojë në pasivitet nëse e përdorim vetëm për komoditet, faktikisht. Por nëse përdorim si mjet bashkëpunimi apo si mjet shoqërues, do me thonë, gjithçka varet nga individët, do me thonë nga ne, se a mund ta shfrytëzojmë për komoditet apo për kreativitet. Pra, mund të fuqizoj kreativitetin dhe të hap një rrugë të reja për shprehje, për inovacion. Për shembull, unë jam një nga beta testuesit të parë, mund të them në Ballkan të OpenAI, dhe prej se kam filluar ta përdor inteligjencën artificiale, karriera ime është në rritje thuajse 200%. Pra, gjithçka varet për neve se si ne e përdorim. Koncepti shoqatës të cilën e kemi formuar ka të bëjë edhe me këto gjëra, do me thonë që t'ju tregojmë njerëzve se si duhet ta përdorim si shoqërues, e jo të na kryjë detyra, disa detyra apo të na shkruajnë ndonjë projekt të cilët ne nuk kemi lidhje se çka ndodh në atë projekt. A është e mundur që inteligjenca artificiale me gjithë ndikimin e saj dhe me gjithë përhapjen e saj të bëhet kërcënim për shoqërinë? Cilat janë disa prej rreziqeve që mund të vinë nga ajo dhe si realisht mund t'i parandalojmë këto rreziqe? Pra, si secila teknologji dhe kjo teknologji i ka rreziqet e veta, dhe ne duhet të jemi shumë të vetëdijshëm se si manipulimi me informacion bëhet në masën e popullatës, sidomos në rrjetet sociale tash. Domethënë ekzistojnë video të cilat kanë të bëjnë me deepfake, për shembull, video fake, dhe pas shpërndarjes së asaj video krijohet një farë haos në popullat apo nëpërmjet shteteve të ndryshme. Dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm se si e përdorim inteligjencën artificiale. Pika e dytë është që tash siç e shohim në rrjetet sociale ka, do të thonë, ChatGPT ka bërë release një image generator. Në atë image generator, do të thonë, ti e fut fotografinë tonë dhe ta krijon një fotografi tjetër në formë të filmave vizatimor. Parashtrohet pyetja për neve, do të thonë, ku shkon ai informat? Ai ka kujtuar dikuj që ai informat mund të bëj scanning të fotografisë tënde dhe e gjithë ajo data ndoshta shitet diku në botë që ne nuk e dimë. Pra, duhet të jemi të vetëdijshëm se si e përdorim inteligjencën artificiale dhe ku shkojnë ato të dhëna që ne i japim. Ajo është pyetja. Sa cënohet privatësia e njerëzve kur jemi pikërisht këtu, për shkak se përhapja masovike e inteligjencës artificiale jo domosdoshmërisht përdoret për aspekte pozitive, shpeshherë din edhe të keq përdoret. Pra, rrugja e privatësisë është një sfidë e madhe, por jo e pamundur, do të thonë. Duhet të ndërtojmë sisteme që respektojnë të dhënat personale, për shembull përmes enkriptimit, kontrollimit, të akseseve dhe politikave të forta etike. Do të thonë, ne si shtet duhet të kemi një rregullativ për përdorimin e inteligjencës artificiale dhe e gjithë ajo duhet të jetë mbrojtur me ligj si një rregullativ. Mirë, po kjo rregullativ ende është në proces, është duke u zhvilluar, filluar nga shtetet evropiane, nga shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga shtetet tjera që përdorin inteligjencën artificiale. Kjo rregullativ duhet të krijohet ashtu edhe me ekspertë të cilët kanë njohuri në këtë lëmi,
dhe besoj që shteti jonë do të krijojë diçka të tillë, mirë po edhe në qoftë se nuk krijon, pasi që dojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, domethënë Bashkimi Evropian do ta bëj këtë si mandatori, si regulativ Edhe për duhet të, jetë. edhe duhet të jetë patjetërsueshme. Pra, ajo është përndryshe, mund të na ndihmon shumë gjëra në përditshmëri. Ku më së shumti konkretisht kemi keq përdorim të inteligjencës artificiale? Pasi që përmenda, domethënë, kemi video deepfake, kemi përhapje të dezinformatave, kemi mashtrime digjitale dhe domethënë e gjithë ky diskriminim dhe mashtrim në formë digjitale është në sistem algoritmik, në të cilën edhe ju keni hasur, ju vend një porosi, një WhatsApp random që nuk e njihni numrin, domethënë gjithçka ka të bëjë me inteligjencën artificiale. Prandaj nevojiten disa standarde etike dhe të ketë mbikëqyrje profesionale në këtë çështje. Pra, e gjithë kjo etikë dhe profesionalizëm duhet të jetë mbrojtur me ligj. Për atë është shumë e nevojshme të kemi ligje të tilla dhe e gjithë ato porosia apo gjëra që na vinë tek ne duhet të jenë të bllokuara nga operatori apo nga vetë qeveria me ligj. Të rikthehem përsëri frikës më të madhe të njerëzve për sa i përket inteligjencës artificiale. Është e mundshme që të kontrollohen kufijtë e inteligjencës artificiale nga njerëzit? Po, mund të kontrollohen, vetëm nëse ne veprojmë domethënë me përgjegjësi të madhe, dhe gjithë kjo përgjegjësi kërkon një transparencë në zhvillim, në etikë, në dizajn faktikisht për të krijuar këto sisteme dhe një përfshirje të publikut për një vendimarrje se çka mendon edhe publiku për këtë çështje, nëse dojmë të implementojmë ndonjë ligj apo diçka të tillë. Kur jemi tek ligjet që janë ende në procese sipër, cilat janë disa prej rregullave që duhet patjetër të vendosen për të parandaluar këto rreziqet apo abuzimet që mund të bëhen me inteligjencën artificiale? Rregullat, domethënë rregulla e parë fillon për transparencën e algoritmeve. Pse e them këtë? Sepse mund të krijohen sisteme në të cilat ato sisteme kanë përmbajtje të inteligjencës artificiale dhe kur ja jep komandën ti gjemi për shembull 10 persona të cilët nuk janë shqiptar, automatikisht algoritmi ekzekutohet dhe filtrimin e punëtorëve apo të punësuarve e ban në mënyrë diskriminimi ose domethënë kjo është vetëm një shembull se çka mund të ndodhë, pra duhet të ketë transparencë edhe në sistemet të cilën zhvillohen dhe përdoren në përditshmëri. A mund të kemi një shoqëri të pavarur më nga inteligjenca artificiale? Duhet të ketë një kornizë ligjore dhe etik që përcakton kufijt, pra për të sugjeruar që vendimet të AI janë të drejtë, të ndershme dhe të rishikueshme nga njeriu. Pra njeriu duhet të jetë çdo herë personi në të cilin i ekzekuton këto vendime të pavarura apo të varura, domethënë gjithçka varet nga ne. Inteligjenca artificiale tashmë është bërë pjesë e jonja dhe do të ishte e vështirë të largohemi prej saj dhe të jemi të pavarur, siç kemi qenë ndoshta më herët. Cili është roli i edukatës në trajtimin e inteligjencës artificiale në një shoqëri? A është e nevojshme që kryesisht brezi i ri, për shkak se inteligjenca artificiale më shumë përdoret nga ato, të edukohen për etikat edhe për pasojat e mundshme të përdorimit të saj, dhe a ka ndonjë lloj hapi që merret në këtë pjesë? Domethënë roli i edukatës në trajnimin e AI në shoqëri është që brezët e ri të mësohen jo vetëm të përdorin AI, po edhe të kuptojnë ndikimin e etikës e saj në shoqëri. Domethënë, siç e përmenda Parzit për çështjen e fotos, i riu nuk mendon shumë, por e ban foton, e ban upload, pa e menduar se ku shkon ajo data. Domethënë, pikëparjen e duhet të bëjmë njëksi edukimi të brezave të ri,
Mbas të atij edukimit, ato ta kuptojnë se gjithçka është në rregull, mirë po mund të ketë edhe një rrezik të vogël, sepse ajo data të cilën ti e jep mund të shitet dikund apo mund të keqpërdoret e tjerë. A mund të, ose a krijohen sisteme të cilat mund të identifikojnë probleme të ndryshme të shoqërisë tonë, si për shembull pabarazia, çështjet politike, apo siç e përmendëm më herët edhe shëndetësia dhe ndikimi i saj në këtë fushë? Mund të krijohen sisteme, kësi sisteme për diskriminimin dhe pabarazimin, mirë po nëse ndërtohen mbi të dhëna të pastra dhe me vlera etike. AI mund të ndihmojë në zbulimin e padrejtësive, por nuk mund të zgjidh problemet strukturore. Pra, nëse diçka e tillë krijohet, duhet të krijohet mbi të dhëna të pastra dhe vlera etike. Besoj për të luftuar këtë diskriminim dhe pabarazi. Si mund të balancohen përfitimet edhe rreziqet të inteligjencës artificiale për të analizuar dhe monitoruar më mirë shoqërinë tonë? Ne kemi kaluar disa faza politike botërore dhe gjithçka që bota ka deshur të arrijë ka arrit nëpërmjet transparencës. Pra, transparenca është një nga rolet kryesore në shoqërinë dhe përfaqësimit drejt dhe politikave që ruajnë të drejtat e njeriut, duke përfshirë komunitetet në vendime që prekin jetën e tyre, sikur stafi i medicinës e tjerë. Pra, gjithçka, në gjithçka duhet të ketë një lloj transparence dhe duhet të menduar prioritet të jetë mendimi i ruajtjeve i të drejtave të njeriut. Nëse këtë e kemi, pa problem, besoj që mund të balancohet përfitimi dhe rreziku në monitorimin e shoqërisë. Unë di se ti edhe trajner në këtë çështje. Cilat janë disa strategji që mund të përdoren për të rritur ndërgjegjësimin edhe besimin ndaj kësaj teknologjie tek njerëzit? Pra, unë sugjeroj që duhet të ketë fushata të edukimit publik, të ketë trajnime në shkolla dhe përdorimi i mjeteve të cilën i përdorim duhet të jenë një lloj simulimi për t'i avancuar nxënësit dhe rinin apo popullatën në cilët janë të interesuar. Dhe për momentin është shumë në trend inteligjenca artificiale si inteligjencë artificiale, shkaku i reklamave që bëhen, mirë po ende jemi në hapin e parë, unë them në kindergarten step, dhe gjithashtu popullata mund të edukohet duke lexuar libra, duke parë gjëra të ndryshme që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale. Veç asaj, unë kam shkruar edhe një libër i cili është një guide si ta përdorim inteligjencën artificiale në mënyrë më produktive dhe më të mundshme që juve ju duhet. Dhe aty ka përfshirë thuajse të gjitha industritë, i cila ky libër ndahet në dy pjesë. Njëra pjesë është shpjegimi i inteligjencës artificiale, dyta pjesë është role play chapter, i them unë. Pse role play chapter? Sepse aty keni mënyrën se si t'i thithni informatat nga inteligjenca artificiale ashtu siç duhet. Më fol pak më shumë për këtë botimin tënd. A ka interes tek të rinjt ose tek të gjithë individët për të lexuar dhe për të përfituar informacione nga botime të tilla? Të them të drejtën, më shumë sepse e kam nxjerr librin edhe në Amazon, më shumë shitje kam online në Amazon, filluar nga Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania dhe nga Anglia. Këtu në Maqedoni ekziston libri në të gjithë bibliotekat, mirë po nuk kam biseduar ta shoh se ku është shitja ende. Libri atë qëllim e ka t'ua thjeshtësoj njerëzve se si mund të përdorin inteligjencën artificiale në mënyrë më produktive dhe çka është ajo, si duhet ne të mbrohemi nëse kemi ndonjë rrezik. Domethënë, është në mënyrë më të thjeshtësuar për ta kuptuar këtë proces. Do shta jo vetëm nga ato që merren me fushën e IT-s, po për të gjithë individët që realisht inteligjenca artificiale ka ndikim të drejtë për drejtë tek të gjithë ne pa ose me vëmendjen tonë.
Cilat janë disa prej tendencave më interesante nga inteligjenca artificiale e kohës së fundit që janë bërë për të ardhmen e afërt, edhe si këto zhvillime mund të ndikojnë në jetën tonë të përditshme? Do më thonë, ai siç e përmenda në fillim duhet të jetë shoqëruesi jonë. Pra, për momentin fokusi më i madh është në medicinë dhe në krijimin e përmbajtjeve, pra sidomos tek ju mediumet, përkthimi univerzal në kohë reale dhe personalizimi ekstrem në shërbime janë disa gjëra që janë më interesant dhe më trendy dhe fokusi më i madh është aty, pra nëse unë dal flas këtu në video, automatikisht përkthimi universal duhet të bëhet në kohë reale. Fokusi i Shteteve të Bashkuara, sidomos i Hollywoodit, është aty për momentin. Dhe në medicinë është duke u zhvilluar me hapa të mëdha. Bile fola edhe me disa mjek që janë të ne në gastrologji, të cilët kanë filluar veçmë edhe të ne ta përdorin inteligjencën artificiale në aparaturat dhe mjetet që shembull Ministria e Shëndetësisë i ka furnizuar klinikat, dhe bashkë e kam një takim me një doktor të nderuar, me një shokun tim, të krijojmë një farë lloj trajnimi për mjekët në Maqedoni, se si duhet të përdorur inteligjencën artificiale në mënyrë më produktive dhe që të dalin më të suksesshëm në trajtimet e pacientëve. Kur jemi këtu, më fol pak për Maqedoni në raport me zhvillimi i teknologjisë në Maqedoni, në raport me vendet e tjera që janë më të avancuara, sepse ndoshta ato efektet e gjendjes tonë financiare na lë pak mbrapa. Po teknologjia është e aksesueshme për ne çdo ditë, po si zhvillohemi ne në krahasim me fuqitë më të mëdha botërore? Pyetje shumë e vend. Do të thonë, gjithçka që ka ndodhur në Maqedoni në çështjen e investimeve apo përdorimit të teknologjive vjen ose nga sektori privat ose nga vetë ne popullata, sepse për mua të përdori diçka që duhet të bëjnë në një research apo diçka, duhet vetë ta paguaj që ta marr si informat apo si çka do koftë. Ne si Maqedoni, pasi tashmë është krijuar edhe Ministria e Digitalizimit, besoj që qeveria e Maqedonisë do të marrë ndonjë hap të tillë, edhe pse inteligjenca artificiale duhet të përdoret edhe në përditshmëri, edhe në qeverisje lokale apo në qeveri, shkaku i inspirimit dhe ideologjive në të cilët ajo na jep neve për të krijuar diçka më të mirë për popullatën tonë. Domethënë, kjo është ajo transparenca që e ceka edhe më herët. Ne duhet të jemi transparent edhe nëse marrim ndonjë vendim me inteligjencën artificiale, domethënë atë vendim duhet të pyetim ekspertët se a është ai vendim në rregull apo jo, sepse konkretisht ChatGPT është një platformë e cila funksionon me informata në nivel botëror, dhe nëse hi atje dhe flas në gjuhën maqedone, gjimsin e gjuhës ma përkthen në bugarisht, shkakuj se në Maqedoni përdorimi ChatGPT-s është në nivel të dobët. Domethënë, gjithçka që ne e furnizojmë anën tjetër, ajo na informata me ato informata të cilit i ka. A do të arrijë inteligjenca artificiale që të kaptivojë dimensionet e njeriut, të ndjejnë edhe të beson si qenja njerëzore? Shif, një ndër nga mitet, kjo pyetje ka parashtruar çdo herë, qish në kohën kur kemi parë filma, robota, une. Inteligjenca artificiale është këtu, ka qenë çdo herë këtu. Tash me update-at e ri nëpër telefona, veç mos e ka ardhur, domethënë në telefon e ke kasmosi. Ndryshim në mënyrën se si mendojmë, mësojmë, ndërtojmë marrëdhënie dhe jetojmë,
Domethënë, këto do të jenë efektet afatgjata. Pra do të ndikojnë në të gjithë nivelet, nga kultura, ekonomia dhe qeverisja. Prandaj është thelbësore që zhvillimi i saj të udhëhiqet nga vlera njerëzore. Pra duhet çdo herë të ketë një person i cili kujdeset dhe e ka on-off butonin aty. Besoj që inteligjenca artificiale do të jetë një ndihmëse e madhe për zhvillimin tonë profesional, sidomos. Do të ketë ndikim afatgjata jo edhe tek ne si individ. Po siç e përmenda, domethënë do të ketë Negativ apo pozitiv më shumë? Tash negativ apo pozitiv nuk mund ta them atë, mirë po ndryshim do të ketë, siç e ceka për shembull, unë në karrierën time kam rritje nga 200% dhe mënyra e mendimit është e ndryshme. Shkaku se ti tash komunikon tankon, si ta baj këtë, si ta baj këtë, çka është kjo, domethënë nëse futesh më thellë, ke informata më tjera. Dhe ndryshimi më i madh të unë personalisht ka ndodhur në mendim dhe në funksionim. Pra, mua më ka ndryshuar funksionalitetin e jetës në përditshmëri, domethënë si unë të sjellem me tjerët. Për atë e thash, unë e ndjej personalisht si një shoqërues, se mua më ndihmon shumë në trajnime, në krijime të projekteve, të planeve, normal, si inspirim unë personalisht e përdor, dhe inspirimi i gjithë karrierës apo i gjithë çka ndodh rreth meje është nga inteligjenca artificiale. Suad, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë, faleminderit që ndave kohën të jesh sot me ne. Faleminderit edhe juve. Miq të dashur, do takohemi përsëri javën e ardhshme dhe faleminderit shumë për vëmendjen sot.